e mendoj që akmarrja është një pjatë që rusët e servirin të menjëhershme, të paktën jo në gjakndësi e sipër të veprimeve. Kuptohet që ato edhe po studiojnë situatën pasi Amerika po bën ndërmjetësin në këto momente, duke parë edhe zhvillimet e fundit fare me takimin e Trumpit me atë që është dhe kancelari Merz i Gjermanisë, kuptohet që ka diçka më shumë. Ai ishte perceptimi i Trumpit në lidhje me akmarrjen, por se sa Putin do ta realizojë, shpeshherë Rusia në loz underground, nën shtresëzimin e komunikimit. Po pret. Unë nuk mendoj që ka një Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës për një bisedë këmbgulse me atë që dikur quhet telefoni kuq me Vladimirovich Putinin, do thotë që ai ka një informacion primar se diçka po zgjihet. Që situata është e tillë, por mendoj që është në Rusia po blen. Pavarësisht rrezikut dhe gjithë asaj që është koncepti i imazhit, që është i dëmtuar